E miqtë e dyqanit të bamirësisë Tesha Vesha janë të shumët, të rëndësishëm janë edhe miqët dizajner ose dizajnues, të cilët çdo herë që ka javë të dizajnerëve në këtë lokal të organizatës Aksioni për nëna dhe fëmijë, gjithmonë janë të gatshëm që të ndihmojnë atë në mënyrë që të dhurojnë kreacione të tyre të ndryshme, të cilat juve, jam ose i sigurt i dani dhe i pëlqeni shumë, e që në dyqanin Tesha Vesha mund t'i merrni më shumë, më lirë se me gjysme me çmimi që do t'i merrni në ateliet e ndonjërit prej dizajnerëve. Në këtë javë të dizajnerëve kanë dhuruar shumë dizajner të ndryshëm. Neve sot patëm fatin që takuam dizajneren Shema Sahiti, e cila dhuroi diçka nga koleksioni i saj, por kush tjetër ka dhuruar në këtë javë të dizajnerëve dhe si është duke shkuar puna në dyqanin Tesha Vesha, është materiali në vazhdim që do të na informojë. Tesha Vesha, sigurisht këtë logo e keni parë më shumë se një herë në emisionet tona në Radio Televizionin 21, por sot nuk do të flasim shumë për dyqanin Tesha Vesha. Në fakt do të flasim për javën e dizajnerëve që organizohet disa herë gjatë vitit nga organizata Aksioni për nëna dhe fëmijë. Por për më shumë detaje për këtë javë, për atë se sa kanë qenë të interesuar dizajnerët të janë pjesëmarrës që me koleksionet e tyre të ndihmojnë, në bamirësi do të na flas Janina. Janina, e thash që është organizohet disa herë kjo javë apo jo? Po, pikërisht. Do të thonë kjo është hera e dytë që organizohet java e dizajnerëve dhe planifikohet që në vazhdimsi të vazhdojë ky organizim kjo javë. Dhe më thuaj, sa kanë qenë të interesuar dizajnerët, do të fillojnë nga 19 dhjetori kjo javë, mirë po neve po ju marrim sot që bëjmë një pak, nëse mundim me thani promocion që dizajnerët ata që s'janë të informuar për këtë gjë. Po sigurisht, kur e kemi filluar javën e dizajnerëve për herë parë, ka pas një numër më të vogël të dizajnerëve, ndërsa këtë herë kur e kemi pas thirrjen për që na bashkojnë dizajnerët me donacionet dhe kreacionet e tyre, kemi pas një numër shumë të lartë, si të donacioneve në sasi që kanë mirë po edhe numrit të dizajnerëve. Kështu që kjo është një indikacion shumë pozitiv për neve, edhe na bën më të lumtur edhe me punu më shumë që me vazhdu me këtë punë në të ardhmen. Mirë, përmendam që edhe pse zyrtarisht do të fillojnë nga e hëna, ka pasur informacione të shumta në rrjetet e ndryshme sociale dhe veç më thatë që ka dizajner që kanë dhuruar tashmë koleksionet. Po sigurisht, bile këto i kemi të vendosura koleksione dizajnerës Lia Stubla edhe Krenare Rugova, të cilat kanë dhuruar pjesë nga koleksionet e tyre më të fundit, siç mund të shihni edhe në pamje. Koleksioni që ka dhuru Krenare Rugova mbrin shumën e 520 euro, një shumë e lartë për dyqanin tonë Tesha Vesha, me qenë se çdo dhurat pastaj ndihmon në financimin programeve tona të shëndetësisë. Na po presim donacione edhe prej kreatorëve si Njomza Luci për kapela, prej Jetmira Bitullahut, e cila ka dhuru 2 fustane shumë të bukura, po presim prej Shema Sahitit, bile ajo sot mbet që na vizitoj dhe ndaj kreacionet e saj. Dhe Fetije Mehmeti. Mirë, të flasim pak edhe për, nëse mundemi me thënë, çmimin që kanë këto rroba, me që sigurisht ka shumë shikuese që janë të interesuar që të vinë të marrin këto rroba, të njëjtën kohë marrin diçka të bukur, diçka unike, por edhe kontribuojnë për bamirësi. Po sigurisht, nëse çmimi real i një fustani për shembull i Krenare Rugovës ose një pallto nga Lia Stubla me çmimin real që e ka 120 euro, atëherë do shitet me çmim 40 ose 50 euro. Domethënë është shumë herë më i lirë se sa në studiet e dizajnerëve që do t'i gjenin. Kështu që këto janë të reja, të papërdorura, vetëm se te ne i gjeni me çmim shumë më të lirë. E qartë, që është një gjë shumë e mirë, që është një mundësi e mirë për ta shfrytzuar. Mirë, dua të flasim pak edhe për dyqanin Tesha Vesha. Këtu po shohim që ka një numër të madh të rrobave, këpucëve e gjërave të tjera, të cilat nga kjo që po e shoh janë lirësh mund të përdoren. Madje ky fustani koç këto valon mundesh me marr. Po më duket shumë i bukur, pse mos me marr? Madje edhe në emision e kisha vesh. Shumë i bukur. Më intereson të di qytetarët apo vazhdojnë me të njëjtin ritëm të kontribuojnë me rrobat tyre, të cilat ndoshta janë pakës të përdorura, por që nuk janë të papërdorshme më në fakt. Po, donacionet nga qytetarët janë të vazhdueshme dhe nuk po ndalen, domethënë edhe janë sasi të mëdha. Na gjithashtu tash e kemi edhe një iniciativë të re, çdo të shtunë dalim edhe është Tesha Vesha vjen te dera. Për qytetarët e Prishtinës na vim ju vizitojmë juve në shtëpi, nëse nuk keni mundësi që t'i sjellni donacionin në dyqan, ne vim te ju dhe i marrim, i pranojmë ato. Ndërsa sa i përket rrobave që po dhurohen, ato janë mjaft të reja. Kërkesa jone vetme është që dhurohen në gjendje të mirë dhe të pastër dhe ashtu po na vin, domethënë. Mirë po kemi edhe donacione komplet të reja, si nga kompania Solid që ka dhuru 60 palë këpuca edhe janë të cilësisë shumë të lartë edhe janë komplet të reja të papërdorura, ende vinë në kutia, domethënë në pako ashtu.
Mirë shumë. Me që folëm për robat, për tesha vesha, juve keni organizata aksioni për nëna dhe fëmi, kanë edhe ligjerata që mbajnë çdo muaj. Do dohet të flasim kalimthi edhe për to? Po, ligjeratat mbahen në kuadër të qendrave informuese për shëndetin e gruas, dhe më thënë këto për qendrën në Prishtinë, pastaj kemi qendrën në Ferizaj, në Mitrovicë dhe vende të tjera. Këto ligjerata ndihmojnë nëna që të mësojnë më shumë rreth shtatzanisë për rritjen edhe të ushqyerit të fëmijët, edhe që t'i ndihmojmë sadopak t'i përgatisim për procesin e lindjes. Neve do të bëjmë edhe, Valuni në fakt do të marrë edhe disa pamje të dyqanit tesha vesha, ose s'gabojmë të the që Shema Sahiti do të vinte pas pak, apo jo? Po e presim. Po e presim edhe pak. Valun, vazhdo të marrësh pamje, të shohim ndoshta Shema nuk do të vonohet edhe shumë. Hajde Shema. Përshëndetje Shema, mirë që rastisëm t'jemi këtu. Në fakt Janina na tregoi pak a shumë për kohën kur juve do të vini, kështu që vendosëm edhe ne të vim. Është kënaqësi edhe ju që jeni këtu pjesë të emisionin, do të këti kontributi këtu që bëhet tesha vesha. Mirë, po shoh që pas ke pru diçka. Është një donacion solid, ashtu jo shumë i madh, do të thotë është një hera parë që unë kontribuoj këtu, do të thotë që do të jetë e para dhe e fundit. Kam kënaqësinë që jam pjesë e këtij, do të thotë këtij misioni. Është kënaqësi të kontribuosh aty edhe ku duhet kontribuojmë të gjithë. Sidomos tek nënat dhe fëmijët që kanë më shumë ti nevojë në këtë. Pasi që edhe unë vetë jam nënë dhe di çka do të thotë jesh nënë dhe të kesh mundësi të arritësh fëmin ashtu siç edhe don çdo nën ta ketë mundësinë. Po disa rroba të Liastublës, ishin edhe të krenare rrugovës, jam shumë e kukureshtare me pas çfarë na ka sjell. Mirë, po Janina do na ndihmosh? Besoj që do të kontribuojnë të gjithë ata që kanë mundësi, mos të ndërprejnë, është një mundësi shumë e mirë. Në fakt po e marrim këto si thirrje nga Shema Sahiti që gjithë ata dizajner që jam shumë e sigurt që ateliet e tyre i kanë të mbushura me fustane të bukura, gjithmonë gjëra të bukura, pse të mos i sjellin apo jo? Po sigurisht, sidomos këtë javë ne jemi mundu me afru sa më shumë për fundvit, në mënyrë që persona që ende nuk kanë bërë zgjedhje për festat e fundvitit se çfarë do të veshin, të kenë zgjidhje për veshje të rrobave me çmime më të lira, mirë po të ndihet si princesha, prapë, me rrobat dhe kreacionet e dizajnerëve tonë. Është edhe një fustan më solem. Ka qenë hera parë që unë këtu po prezantoj veshjet, do thotë po kontribuoj me veshjet e mia, do thotë që do të jetë edhe fundit e cika edhe më herët. Është kënaqësi që mund të ofroj një ndihmë sado që të jetë ajo solide. Besoj që do të vazhdoj, nuk do të ndalem me kaq. Po e shoh që janë materiale shumë mira, kështu që shfrytëzoja një mundësi me art edhe mi ble. Mirë, të marrim edhe këto dy fustanet, cilat për fakt të kesh, isha shumë e ngathtë unë në këtë rast. Mirë, do i vendosim në varse, gjithsa Valuni të marrë disa pamje. Janina, po besoj që Shema na e tha që kjo nuk ka me qenë hera e fundit, kështu që ndonjëherë tjetër kur do të sjell ndonjë gjë më lajm. Po, do na gjithsesi kjo nuk do të jetë hera e fundit që unë do të kontribuoj në këtë, do të thotë këtë shoqatë ose asociacione si e quajeni ju. Është kënaqësi aty ku edhe kërkon nevoja dhe të mund kontribosh. Është kënaqësi edhe për mua që jam pjesë këtu sot. Ishte kënaqësi edhe për neve që në fakt takuam një dizajneri teksa dhuronte rrobat, koleksionet e saj. Ndoshta do të jemi ndonjëherë tjetër me ndonjë tjetër dizajnere që do të jetë këtu. Mirë,
deshet na thuash edhe diçka, është një kohë e caktuar kur dizajnerët mund të dhurojnë rroba, nëse s'ka bojë Për këtë javë. Po, për këtë javë, tash vetëm është përfunduar me qenë se ne e kemi ndarë lajmërimet edhe ftesat për publikun e gjerë, domethënë se cilë dizajner janë pjesëmarrës në këtë javë të dizajnerëve. Përndryshe, java e dizajnerëve fillon të hënën me datë 19 dhjetor në ora 5:30, ku do të jetë edhe një koktel raste. Kështu që është e hapur për gjithë qytetarët e Prishtinës, edhe nëse dikush na viziton nga qytetet e tjera atë ditë, edhe jeni të mirëseardhur. Mirë, po të falenderoj shumë për kohën që ke ndarë sot për ne. Urojmë që ky dyqan të mbushet edhe më shumë, pse jo të mos kaloni edhe një hapësirë shumë më të madhe se kjo që keni tani, sepse puna që bëni është vërtet e rëndësishme. Falenderit shumë. Shpresojmë edhe ne për këtë gjë. Falenderojmë dizajnerëve dhe që ishin sot këtu prezente, mirë po edhe gjitha ato që nuk janë sot, mirë po që në vazhdimsi po na mbështesin projektin dhe iniciativat tona. Lutem, falenderit shumë për kohën. Mirë miq, ju vazhdoni dhe më tutje të shoqëroheni me Radio Televizionin 21. Ju presin tirazhet.